Wallahi billah, jo vëllahu imi sprovuar. Kush e njeh Allahun dhe madhërinë e tij, e din dhe ka bindje dhe iman se Allahu është më i mëshirshëm se sa për robin, se sa nëna për fëmijën e saj. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë xhelle wala madhërojmë, për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim, e falenderojmë Allahun xhelle wala në të gjitha gjendjet. Ai është meritori të falenderohet në belaja dhe në të mira. Atij takon falënderimi në qiell, atij takon falënderimi në tokë. La ilaha illallah. Paqja dhe mëshira e Allahut te bareke ve teala të gjitha qofshin për Muhamedin, për pejgamberin ton, mikun ton të dashur, salavatu rabbi wa salamuhu alej. Paqja dhe mëshira Allahu xhelle wala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Dhe më pastaj të nderuar robër, dijeni se Allahu te bareke ve teala është ai i cili krijoi qiellin edhe tokën. Ai e programoi atë, ai e vendosi në sistem atë. Ai vepron me qiellin dhe tokën, me njerëzit edhe xhinët, me kafshët edhe shtazët, siç dëshiron ai subhanahu wa taala. Allahu xhelle wala kur dëshiron ta godet robën me të mira e godet dhe s'ka kush që e ndalon. Dhe Allahu te bareke ve teala është ai i cili e godet robën me sprova dhe belaja dhe e godet dhe s'ka kush që e ndalon. La ilaha illallah. O ju robër të Allahut, na ka tregu Zoti i madh te bareke ve teala, projektuesi i gjithësisë, se një prej qëllimeve dhe synimeve të larta pse ai e krijoi gjithësinë është që t'i sprovon dhe t'i vendosë në sprovë dhe në bela robërit e tij. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum." Dhe arshi Allahu xhelle wala atë ditë kur ishte i vendosur mbi detrat e mëdha, mbi detrat e mëdha që ju t'ju sprovon te bareke ve teala. Në ajetin tjetër Allahu te bareke ve teala thot: Allahu është ai i cili krijoi vdekjen edhe jetën. Pse ja Rabb, cila është qëllimi dhe synimi i madh i krijimit të jetës dhe cili është qëllimi dhe synimi i madh i krijimit të vdekjes? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, që t'ju sprovon Allahu xhelle wala se cili prej jush është më vepërmir. Të nderuar robër të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khair." E çuditshme është gjendja e besimtarit, e çuditshme vallahi është gjendja e atij cili ka iman dhe besim. In asabathu sarra shakar fa kana khairan lah. Në qoftë e godet një e mirë, ai e falenderon Allahun dhe kjo është e mirë dhe khair për të. Dhe në qoftë e godet një sprovë dhe një bela, sabr fa kana khairan lah, ai mos sabër dhe durim dhe kjo është e khairi dhe e mirë për të. O ju robër të Allahut, po të kishte qenë kjo jetë që nuk do sprovohesh e dikush në të, nuk do sprovoheshin pejgamberët e Allahut alaihimus salatu wassalam. Por ja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Njerëzit më të sprovuar në këtë tokë janë pejgamberët e Allahut. Ja ku ishte Muhamedi, i biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alayhi, krijesa më e dashur e Allahut te bareke ve teala, megjithatë gjashtë prej fëmijëve të tij i vdiqën duke qenë gjallë, ai varrosi me duart e tij bujar sallallahu alaihi wasallam. Ja ku ishte Ejubi alaihi salatu wassalam, të cilit Allahu xhelle wala ja mori pasurinë, ja mori shëndetin dhe ja mori të gjithë familjen. Ka ardhur në disa transmetime që i ka pas 10 fëmijë, 7 djeme dhe 3 vajza, të gjitha ja mori Allahu te bareke ve teala. Megjithatë në të gjitha gjendjet ai thonte: "Wa anta arhamur rahimin." Dhe ty je më i mëshirshmi të mëshirshmive. Wallahi billah, jo vallahu imi sprovuar. Kush e njeh Allahun dhe madhërinë e tij, e din dhe ka bindje dhe iman se Allahu është më i mëshirshëm se sa për robin, se sa nëna për fëmijën e saj. Është e vërtetë o vallahu im që kur ta ka godit Allahu me një sprovë dhe një bela pe sprovë të kësaj dunjaje të ka djeg, ka qenë e rëndë dhe e vështirë, mirë po dijeni
se Allahu te bareke wa taala është edhe më i mëshirshëm për robërit e tij, se sa mund të jetë nana edhe baba i mëshirshëm për fëmijën e tij apo të saj. O ju robër të Allahut, Allahu te bareke wa taala kur dëshiron dhe njëri prej robërve ta pastron dhe t'ja falen mëkatet, e godet me sprova dhe belaja. Andoj përgëzojo, o vëllahu im, që të ka godit Allahu me një sprova dhe bela, prej sprovave të jetës së kësaj dunjaje, se Allahu dëshiron të të falen, se Allahu dëshiron të të pastron. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a. Vazhdon Allahu ta godet robin apo robëreshën e tij me sprova dhe belaja në veten e tij, apo në pasurinë e tij, apo në fëmijët e tij, derisa ta takon Allahun te bareke ve teala pa asnjë mëkat dhe asnjë gjuna. O ju robër të Allahu subhane, dhe po ju drejtohem edhe zemrave të nënave të goditura me sprovën dhe belan e madhe të vdekjes së fëmijëve, a nuk mjafton për ju, o ju robër dhe robëresha të Allahut, se që ata fëmijë që i keni dorëzuar tek Allahu xhallahu ala duke qenë gjallë, ata ju presin juve tek dera dhe porta e xhenetit të Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kuj që i ka ndru vjetë fëmija para derisa i është gjallë, fëmija do të shkon do t'i thot Allahu xhallahu ala ati fëmijës, shkon në xhenet, dhe ai do të ndalet tek dera xhenetit dhe melaqe do t'i thonë, o filan, po hyn në xhenetet e Allahut. Tha hatta yajia abauna, jo vallahi derisa të vjen nana edhe baba, la ilaha illallah. Pasi Allahu do t'i thot, ej filan, hyn në xhenet. Tha jo vallahi derisa të vjen nana edhe baba. Dhe herën e tretë Allahu xhallahu ala do thot, merre nanën edhe baban tan dhe hini në xhenet për gjithmonë. Ashtu siç u dogj dhe u përvolu zemra e nanës dhe e babës në jetën e dunjas me humbjen e fëmis, do t'ja përvolon Allahu zemrën fëmis para derës të xhenetit, që nuk hyn në xhenet pa marrë nanën edhe babën. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, wa bashiri sabirin, përgëzoni be durimtarët, jepuni be ngushëllime sabërlive dhe durimtarëve. O ju robër të Allahut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një natë për netëve e pash diçka të çuditshme. Inni ra'aytu al-barihata ajaba, thot mbrëm e pash diçka të çuditshme në ëndër. Dhe sahabët radiallahu ta'ala anhum i thanë, e çka pa o pejgamberi Allahut? Tha wallahi e pash një njeri për umetit tim, i cili vendoseshte në peshojë, pra në mizanin e Allahu xhallahu ala, dhe ja kur ja peshoja e tij ishte shumë e lehtë, pa rëndoni mëkate dhe gjunahet më shumë se sa rëndonte vepra e mirë e tij. Pa priteshte që në moment me laqet i thonë, merreni këtë dhe gjuheni në zjarr të xhehenemit. Kur ja tha në një moment, tha erdhi një djalosh. Ai ishte djali i tij apo djali i saj i cili kishte ndru jetë duke qenë ata ende gjallë. Dhe thonë, ja Rabbi, rëndoja peshojën babës, apo rëndoja peshojën nanës. Fekulet mizanu, dhe rëndoi peshoja e tij dhe shkoi në xhenetet e Allahut. O ju robër të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se ka thënë Allahu te bareke ve teala në hadith kudsi, ma li abdil mu'mini indi jazaa'un idha qabadtu safiyahu min ahli dunya illa al-jannah. Unë thot nuk kam përgatitur shpërblim diçka më shumë për ati të cilja kam marrë loçkën e zemrës në jetën e kësaj dunjaje, vetëm xheneti Allahu te bareke ve teala. Andaj përgëzojuni o ju robër të Allahut në të gjitha gjendjet, pra kam për qëllim merrni miqden e Zotit xhallahu ala. Edhe një ditë prej ditëve një grua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Haritha, dhe i thot, oj dërguari Allahut, djali im tha vdiq shahid, ndroi jetë në luftë. Po më trego o pejgamberi Allahut, djali im është në xhenet dhe të ngushëllohem, apo është në zjarr të xhehenemit dhe ta qaj vallahi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Haritha, innaha laysa al-jannah, innaha jinan, wa inna Haritha asaba jannatul firdausi. Allahu akbar. Tha oj nëna e Harithit, atje tha nuk ka një xhenet, por atje ka shumë xhenete, dhe Harithi djali yt e ka godit jannatul firdausin, xheneti më të lartë. Tha wallahi billahi u përgëzova dhe u gëzova, la ilaha illallah. Andaj o ju robër të Allahut dhe ju robëresha të Zotit subhane, Allahu kur të godet me një sprov,
Wallahi dora e tij është shumë e butë. Emri i tij është Latif, i butë dhe i urtë. Allahu nuk të godet me një sprov që do të të nënshmo dhe të përbuzën, po mirë ata që nuk bëjnë sabër, mirë ata që e umi shpërblimin, mirë ata që në momentet e para të sabrit nuk thonë elhamdulillah në të gjitha gjendjet. Allahu e dha atë ditë kur e dha, Allahu e mori atë ditë kur e mori, dhe gjithçka tek Zoti ynë është me masë të caktuar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Është e vërtetë ju vëllezërit e mi se kjo sprov është sprov shumë e rëndë. Vetëm ata që e kanë përjetuar dhe kanë shijuar atë e dinë atë. Wallahi edhe kryusi shtacijeve dije subhanahu wa ta'ala dhe se kjo sprov shumë e madhe. Andaj ka në hadith kutsi se Allahu xhallahu ala ju thot me laqeve kur ata ja marrin shpirtin një djali prej apo një vajze prej fëmijëve të dikujt dhe ju thot atyre qabadtum walad abdi, a ja morët shpirtin fëmijës të robit tim? Ata i thon po ja rob. Allahu xhallahu ala ju thot atyre qabadtum thamarat fuadi, ja morët shpirtin loçkës të zemrës? Ata i thon po ja rob. Allahu subhanahu wa taala dhe pse e di e gjendjen ju thot me laqe, po çka tha robi im? Ata me laqet i thonë ja Rabbi, ai të falemderoj ti në të gjitha gjendjet dhe boni sabër dhe durim. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala do të thot, ndërtoj janë i këtij robi dhe kësaj robëreshe një shtëpi në mes të xhenetit dhe quajeni atë Beitul Hamdi, shtëpia e falemderimit, se wallahi billahi që të falemderon robi dhe robëresha në këtë moment të belans edhe sprovës. Kjo në qoftë se aludon për diçka, aludon për imanin dhe besimin e madh dhe të fuqishëm që e ka ai apo ajo nën në momentin kur goditet më këtë sprov. O ju robër të Allahut, në një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një nënë e cila vetëm se ishte sprovuar me këtë sprov dhe bela dhe i tha o filane ma hadha al-jaza', çka është kjo mbërziti? Tha ja Rasulullah, si të mos mbërzitem kur më ka ndru jetë djali? Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a kishe dasht që në ditën e kiametit përdore të hish në xhenet me djalin? Tha po ja Rasulullah. Tha wallahi përgëzoj o robëreshe Allahu se ajo do të ndodhen. O ju robër të Allahut, kjo sprov dhe kjo bela nuk është që ka ndodhur sot, ka ndodhur në të kaluarën dhe do ndodhen edhe në të ardhmen. Ndoshta ajo sprov dhe e bela më pret edhe mua dhe e pret edhe çdo njërin prej nesh. Këto fjalë të Allahut dhe këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wallahi janë margaritar, janë myzhde, janë si hariq, janë një lloj përgëzimi për zemrën e besimtarit që ta qetësojnë atë, se wallahi billahi tallahi një ditë do t'i takosh dashamirët dhe miqtë tu në xhenetet e Allahut. O ju robër të Allahut, Allahu te bareke ve teala me një sprov të tillë e sprovoi edhe Nuhin alayhi salatu wassalam. Por fatkeqësia e madhe e Nuhit ishte se djali i tij vdiq pa besimtar. Dhe wallahi billahi nuk ka sprovë më të madhe o vëllezërit e mi për një njerëz që njeh Allahun, ashtu si që përmenda në ligjeratën para xhumas, që njëri jo që ta shet djalin e tij që po përmbytet para syve të tij, por e shet se ai përmbytet dhe vdes si pabesimtar dhe qafir. Andaj dhe Nuhi alayhissalatu wassalam me muaj transmetohet se ka qaj duke i thënë: Rabbi, inna ibni min ahli, wa inna wa'daka al-haq, wa anta ahkamul hakimin. O Zoti, po djali, më iku djali, dhe ti je më i urti dhe më i dishmi. Deri sa zbriti ajeti prej qiellit dhe i tha qale ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. O Nuh, ai nuk është prej familjes tënde, ai është shtur dhe ka dalë nga rruga e Zotit. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Andaj mos më pyet për diçka që nuk e dije. Imagjinoni vëllazën në ditën e kiametit kur shkojmë tek Nuhi alayhi salam për t'i thënë: O Nuh, ti je pejgamberi i parë në tokë, lutë Allahun ta bën llogarin. Tha mëkati im. Pra e quan si mëkat sepse ju lut Allahut: O Allah, po ku shkoj me djalin im? Allahu xhallahu ala e qortoi dhe tha: mos pyet për diçka që nuk e di edhe njohuri. Po ajo që e shtyri Nuhin alayhi salam pejgamberin e Allahut ta bën këtë kërkesë prej Zotit, o ju vëllazën, dashuri e madhe për djalin. Dhe e tillë vallahi është që baba dhe nëna kanë dashuri të madhe për fëmijët e tyre. Unë lut Allahun subhanahu wa taala nga kjo hutbë e xumas me embrat e bukura të cilësitë e larta, duke thënë: O Allah, i bukur je në embrat dhe cilësitë tua. O Allah, të lutemi me çdo emër për emrave të tu dhe me çdo cilësi për cilësive të tua të larta, ja Rabbel Alamin. Kaploj me mëshirën dhe rahmetin tanë të vdekurit ton, ja dhe Xhelali wal Ikram. Bëj varët e tyre kopshte për kopshteve të xhenetit dhe asesi, ja Rabbi, mos i bë ata gropa për gropave të zjarrit të xhenemit.
O Allah, të lutemi ja dhe l'Gjelali o l'Ikaram, shtrëngoj zemrat e prindërve, o Allah, fladiti zemrat e tyre, pasuroj të gjithë prindërit që godite me një sprovë të këtil, me sabër dhe durim dhe shpresë në shpërblimet e tua, dhe ja Rabbel Alamin, si që dojgjën zemrat e tyre në dunja dhe rënkuan, le të rënkojnë zemrat e fëmijëve të tyre tek pragu i xhenetit, duke thënë ja Rabbi, nuk him në xhenet pa i marrë dhe prindërit së bashku. O Allah, të lutemi membrat e bukët si të larta, ata që për robërve të tu nuk i ke sprovu me kësë provë, na ruaj ja Rabbi, mos na sprovoj, ja dhe l'Gjelali o l'Ikaram me sprova dhe belaje që se një mbajmë, ja dhe l'Gjelali o l'Ikaram.